A e kuptoni ju se çfarë e bën njeriu që punon nga mesi deri në darkë këtu në Shqipëri apo se kuptoni më? Kam një lajm skandaloz dje dhe dua t'ju tregoj në 2 sekonda se çfarë po ndodh realisht. Lajmi thotë që kompanitë e grumbullimit të fruta perimeve në gjithë Shqipërinë janë gjobitur nga autoriteti i konkurrencës. Historia e shkurtër është kjo. Nëse ky limon e ka koston 1000 lekë, që përfshihet haku i punës së fermerit, këto kompani në mënyrë të organizuar shkojnë dhe ja blejnë me 800 lekë. E kuptoni ju çfarë bëhet më? Detyrojnë fshatarët që ta shesin lirë sepse këto kanë një grup WhatsAppi dhe bëjnë një monopol që thonë sot të limon do ta marrim 800 lekë. Nuk është se është 800 lekë, po ja bëjnë në mënyrë të thjeshtuar. Fshatari i shkret detyrohet ta shesë sepse normalisht duan ato lekë të mbylli vitin e tij dhe ky limon kur shkon në tregun e shumicës shitet 2000 lekë. Domethënë, këto kompani fitimin e kanë 125% dhe kjo situatë absurde sjell në fund ditës 3 fenomene të tjera, ku kemi një fermer i cili nuk merr hakun e tij të punës, kemi një popull të tërë që blen më pak sepse çmimet janë në stratosferë dhe kemi disa milionerë. Në fakt, 6 kompani milionere. Por shteti për t'rregulluar këtë situata ka krijuar këtë autoritetin e konkurrencës. Dhe këtij autoriteti janë dashur 2 vite për ta hetuar. E kuptoni ju, 2 vite për ta hetuar, ku lopa është aty dhe ja bën mu? Normalisht ky autoritet i ka vendosur një gjop këtyre kompanive, sa 0.15% e xhiros vjetore. Është si më thënë, nëse ky kompani ka krijuar 100 milion lekë xhiro, kjo do gjobitet 150.000 lekë. E kuptoni çfarë gjobi gjysherake? Unë normalisht nuk është se kam jetuar në një fshat, po puna më ka bërë që her pas here të shkoj dhe të shikoj hallet atyre njerëzve. Në telefon, jeta e fshatit duket shumë e bukur, por realisht është shumë e vështirë, sepse janë njerëz që çojnë në 4 mjesit për të punuar toko, narra dhe me 100 hallet e tjera. Dhe kur i bashkojnë këto njerëz, si janë gjakpirës, matrapaz, çfarë presim nga ky vend? Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.